Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Thoni lam të mirë tensionit pa ndonjë ilaç. Hani këto ushqime për mëngjes. Ushqyerja e shëndetshme është një nga mënyrat efikase për uljen e tensionit të lartë të gjakut. Mëngjesi, sipas të dhënave të Brightside, është një vakt tepër i rëndësishëm për uljen e tensionit. Ky vakt përcakton mbarvajtjen e funksioneve të organeve, mbron zemrën, por edhe energjinë që nevojitet trupit. Nëse dëshironi të ulni tensionin e lartë të gjakut, atëherë duhet të nisni ditën me një prej alternativave të mëposhtme të këshilluara sipas ekspertëve të Brightside. Shumica prej tyre janë të pasur me kalium, një mineral i dobishëm për gjakun dhe për shëndetin e zemrës. Në dietën tuaj për mëngjes, mund të shtoni tërshërën. Tërshëra është e pasur me fiber e cila ju mban të ngopur dhe frenon edhe ushqyerjen e tepërt. Nëse e mbani tërshërën në ujë gjatë natës, në mëngjes do të përfitoni saktësi maksimale të fibrës pa pasur nevojë për mbëlsues shtesë. Tërshëra mund të pasurohet me fruta, me arra, me fara dhe mjalt. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm është edhe kosi. Kosi dhe qumshti janë burime të shkëlqyera të kalciumit, një prej mineraleve më të nevojshme për uljen e tensionit të gjakut dhe mbarvajtjen e niveleve të tij. Të dhënat e Brightside këshillojnë konsumin e kosit të shtëpisë dhe të pasurimit të tij me fruta dhe mjalt për të përmirësuar edhe shijen dhe për të marrë më shumë vlera. Edhe frutat mund të jenë një ndihmë shumë e mirë në këtë rast. Është e vërtetë se frutat kanë sheqer që vjen në formën e fruktozës, por ato përmbajnë fiber, minerale dhe vitamina. Bananet dhe portokalli janë të rekomandueshme sepse ofrojnë kalium, një mineral që mban zemrën të shëndetshme dhe ul tensionin e gjakut. Farat e kungullit, farat e linjit dhe adoçia ofrojnë përfitime të shumta nëse konsumohen rregullisht. Këto fara janë shumë të pasur me kalium, vitamina dhe yndyrra të shëndetshme. Farat mund t'i konsumoni me tërshërë, me kos, me fruta. Barishtet e egra. Barishtet e egra si kaleja, spinaqi, rukola, sallata jeshile janë shumë të pasura gjithashtu edhe me kalium. Spinaqi mund të hahet në mëngjes si kombinuar me vezë dhe kos, ose mund të përzihet në mikser me fruta dhe me perime të tjera, të cilët do t'i ofrojnë trupit edhe element të rëndësishëm ushqyes. Gjithashtu, në dietën tuaj mund të shtoni boronicat dhe frutat e pyllit. Një racion me boronica në javë ul rrezikun e rritjes së tensionit të gjakut. Boronicat, lule shtrydhet dhe mjedrat kanë pak kalori dhe janë të pasur me antioksidant dhe fiber. Të treja ulin tensionin e gjakut dhe japin doza të shëndetshme të vitaminës C dhe të kaliumit. Në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë as drithrat. Një pjatë me drithra të plota dhe fibra siç janë tërshëra, bollguri, thekra, krundet e grurit ulin rrezikun për tension të lartë. Studiuesit e Universitetit të Harvardit thonë se konsumi i drithrave në 12 javë nxit përgjysmimin e sasive të medikamenteve kundër hipertensionit. Konsumoni një filxhan me drithra në ditë ose të paktën një herë në 2 ditë. Panxhari i kuq. Panxhari është i pasur me substanca nitrate që i bëjnë mirë zemrës. Studiuesit thonë se nitratet e panxharit kanë të njëjtat efekte si tabletat farmaceutike, të cilat ulin dhe rregullojnë tensionin e gjakut. Spinaqi. Spinaqi është një burim i pasur i kaliumit dhe magnezit, që mbajnë tensionin e gjakut në nivele të qëndrueshme dhe eliminojnë kripën e tepërt, që është përgjegjëse për tensionin e lartë. Peshku. Peshqit janë të pasur me omega 3, plot me vlera të shëndetshme kardiovaskulare. Ato ulin rrezikun e tensionit të gjakut dhe atakun në zemër. Peshqit më të mirë janë salmoni i egër, trofta, skumbria, toni, merluci dhe arenga. Studiuesit rekomandojnë 2 racione me peshk në javë. Brokoli. Brokoli është një burim i pasur i kaliumit, i fibrës, manganit, vitaminës C dhe kalciumit, dhe sipas studimeve ndihmon në uljen e tensionit të gjakut. Një gjysmë filxhani me brokoli në ditë përmban dozën ditore të rekomanduar të vitaminës C. Kjo vitaminë është antioksidant që promovon tensionin normal të gjakut dhe luan gjithashtu një mbrojtje më të mirë për shëndetin. Proteinat. Përfshini ushqimet e pasur me proteinë në dietën tuaj të tilla si mishi pa djam, peshku, fasulet, thjerrzat dhe arrat. Këto ushqime mund të zvogëlojnë rrezikun e goditjeve në tru duke ndihmuar edhe në stabilizimin e tensionit. Frutat.
Frutat janë të pasur me antioksidantë dhe fibër, të cilët ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit dhe mbrojnë në shëndetin kardiovaskular. Portokalli, darda, mollët, boronicat janë disa nga frutat që mund t'ju vinë në ndihmë për të mbajtur të ekuilibruar inflamacionin dhe tensionin e gjakut. Drithrat. Nëse dëshironi të mbani nën kontroll presionin e gjakut, drithrat janë në një zgjidhje e mirë për ju. Tërshëra, orizikavë dhe buka me grur integral ofrojnë lëndë ushqyese që ndihmojnë në uljen e kolesterolit dhe mbajnë nivelet e presionit të gjakut në nivele të shëndetshme. Edhe perimet janë në një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Perimet janë të pasur me vitamina, minerale, fibra që mbështesin shëndetin kardiovaskular. Karotat, brokoli, lakra e të tjera ndihmojnë për një zemër të shëndetshme dhe do të ulin gjithashtu edhe presionin e gjakut. Ekspertët këshillojnë që duhet të pasuroni dietën tuaj me sa më shumë produkte natyrale. Kardiologu David Sebrik tha për Eating Well se këto janë frutat që janë veçanërisht efektive për kontrollin e presionit të gjakut. Vetit e tyre ushqyese i bëjnë ato të shkëlqyeshme për stabilizimin dhe uljen e hipertensionit. Në dietën tuaj duhet të përfshini bananet. Të pasura me lëndë ushqyese të shëndetshme për zemrën si kalium, bananët ndihmojnë në menaxhimin e hipertensionit. Kaliumi njihet për aftësinë e tij për të reduktuar efektet në natriumi në trup dhe për të lehtësuar tensionin e enëve të gjakut, citon Sebrik. Ky mineral i rëndësishëm luan një rol të mirë në sasinë e lëngjeve të depozituara në trup. Nëse trupi mban shumë ujë, do të ketë më shumë lëngje në gjak, gjë që rrit presionin e gjakut. Kaliumi ndihmon në largimin e tij të lëngut të tepërt. Gjithashtu në dietën tuaj mund të shtoni avokado. Ashtu si bananet, avokadot janë të pasur me kalium. Mjeku thekson, një dietë e pasur me kalium ndihmon në zbutjen e efekteve të dëmshme të natriumit dhe presionit të gjakut. Përveç kësaj, ky ushqim kremoz përmban fibra dietike dhe yndyrna të pangopura, nga të cilat mund të përfitojnë gjithashtu shëndetin kardiovaskular. Frutat me kokra të kuqe gjithashtu janë në një ndihmë shumë e mirë edhe për personat që vuajnë nga tensioni i lartë. Pavarësisht nëse i shtoni te kosi ose i hani më vete. Fruta të tilla si mjedrat, boronica dhe manaferat mund të ndihmojnë në menaxhimin e presionit të lartë të gjakut. Manaferat përmbajnë antioksidantë, duke përfshirë antocianin, të cilat studime sugjerojnë se mund të ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut, citon Dr. Sebrik. Në një studim të botuar në revistën Molecular Nutrition and Food Research, zbuloi një lidhje midis marrjes më të lartë të antocianinës dhe një rreziku më të ulët të sëmundjeve në zemër. Në dietën tuaj gjithashtu duhet të shtoni kivi. Mjeku shpjegon se ky frut jeshil është i pasur me një burim të mirë të vitaminës C, që ndihmon në uljen e presionit të gjakut të njerëzit me hipertension primar. Kërkimet e fundit kanë zbuluar se një porcion i përditshëm i kivit mund të ulë presionin sistolik të gjakut, pohon mjeku, duke u referuar ullumtimeve të botuar në revistën Nutrient. Ai vëren se kivi gjithashtu përmban kalium, i cili mund të kontribuojë në këto efekte edhe të mbajë larg probleme të ndryshme. Tensioni i lartë i gjakut prek 1 në 3 të rritur për arsye nga më të ndryshmet, duke filluar nga gjenetika te stresi. Ilaçet mund të ndihmojnë për ta mbajtur nën kontroll. Megjithatë, ka edhe mënyra të tjera natyrale që mund të ulin tensionin e gjakut. Një prej tyre është edhe stërvitja. Aktiviteti i rregullt fizik sjell trupit disa përfitime shëndetësore, njëra prej tyre është edhe mbajtja e qëndrueshme e tensionit të gjakut. Sipas revistës mjekësore Mayo Clinic, stërvitja për rreth 30 minuta në ditë ul tensionin e gjakut. Merrni frymë lehtë. Marrja frymë ngadalë dhe thellë mund të ndihmojë të qetësoheni dhe të ulni tensionin. Teknika e frymëmarrjes mund të përmirësojë gjithashtu rrahjet e zemrës dhe t'i bëjë arteriet më fleksible. Relaksohuni më shumë. Të qenit i stresuar nuk i bën asnjë favor zemrës. Disa studime madje sugjerojnë se mërzitja e tepërt dhe stresi mund të rrisin rrezikun e zhvillimit të problemeve në zemër. Hormonet mund të ndikojnë negativisht, prandaj duhet të qetësoheni, të relaksoheni për të evituar edhe luhatjet e tensionit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.